Pas qëndrimit të ashpër të kryeministrit Edi Rama ndaj kërkesës së depozituar në gjykatën kushtetuese për rritje të pagave të gjyqtarëve, ka ardhur reagimi zyrtar i kushtetueses. Në deklaratën publike, gjykata më e lartë në Shqipëri shpreh se është e papranueshme çdo lloj forme ndikimi dhe po aq e papranueshme është çdo lloj përpjekje për të vënë në dyshim autoritetin e saj. Gjykata kushtetuese siguron publikun dhe palët në proces se ajo është e pavarur në ushtrimin e funksionit të saj kushtetues dhe nuk ndikohet prej tyre në veprimtarinë ose vendimarrjen e saj. Gjykata kushtetuese gjen rastin të ritheksojë se vendimet e saj mund të jenë objekt kritikash, megjithatë, është e papranueshme çdo formë ndikimi, sikundër çdo përpjekje për të vënë në dyshim autoritetin dhe reputacionin e saj, qoftë edhe në dukje, çka do të cënonte vetë parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe ato të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve. Kryeministri Edi Rama në qëndrimin e tij në platformën X vlerësoi kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për rritje të pagave si një praktikë unikale, të padëgjuar dhe të panjohur në historinë e shteteve. Teksta kujtoi se 3 vite më parë gjykata kushtetuese pranoi kërkesën e Unionit për rritje të pagave të gjyqtarëve. Sipas shefit të ekzekutivit, gjykata kushtetuese pranoi kërkesën me një shurdhërim breslënse ndaj argumenteve të kundërshtimit të fortë të qeverisë, si palë në gjyq. Kryeministri mbylli reagimin duke uruar që shaka e idhur e gjykatës kushtetuese herën e parë, e cila u pranua në heshtje si një lethitje që duhej ka përdirë për hir të respektit, të mos përsëritet.